Dërguar Allahut her paseri ka motivu besimtar duke thonë, kur kaloni pran baqeve, kopshteve të xhenetit, ndalni një çast edhe ulnu dhe relaksonu. Kjo i ka habit sahabët dhe ka thonë, ja Rasulullah, çfarë baqet xhenetit ti je duke folur në këtë dunja? Ka thonë takimet, mexhliset, tubimet, ku vendet, ku flasin për hir të Allahut, ata konsiderohen sikur baqet e xhenetit. Andaj kjo konsiderohet si me qenë oaza në shkretiren ku është atësire e madhe. Sikur në kopsht dhe baqe nuhat me aromat mira, nga lule të lloj-llojshme, gjelbrimi është joshës, aroma, mos flas me ato zogjët tingëllimi tyre, këtu është thith më shumë se ato gjëra tjera. Këtu thith fjalët e Allahut, fjalët e dërguarit të tij, rrëfime, tregime nga njerëzit dhe burrat më të mirë, të cilat janë të dobishme edhe për dunjan tonë, po të njëjtën kohë është edhe për ahiretin dhe ardhmërinë tonë.